Ai në sigurisë do të thotë se çfarë objekte shpërngon qendra. Në kuadrin e qendrës shoqëro-ekonomiko-sportive janë 8 objekte. Na jemi qëta që deri të desëm krejt me postat drejtat barabar me Jugosllavin, mirë me neve nuk ka dhe kon asnjë minatur nuk dojnë me dalë për pas në su kushtet tona. Si duket dramës në mënyrën e Staritorgut po i afrohet fundi. Në këtë moment është ora 10:25 minuta, mirë po në dyert e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës janë ende të mbyllura. Si të veprojnë tani të tjerë delegatë të Kuvendit të Kosovës? Do të presim. Kjo s'ka ndodhur me siguri në historinë botërore as do të ndodhë. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si një njësi të pavarur dhe të barabartë. Ky kuvend Si e prit vendimin e Kuvendit të Kosovës që Kosova të jetë si njësi e pavarur dhe barabartë kuadrat të Federatës dhe Konfederatës së Bashkuara? Çfarë është kështu? Atmosfera. Molim vas, nemojte, dajte. Znate da javni skup, ovo je sastanak, molim vas, dajte obavite tamo negdje. 2 minuta i idemo. Obavite tamo negdje. Nemojmo studije, ne možemo ovdje, idemo odmah. Nemojte, nemojte. Odmah idemo, odmah. Odmah. Molim vas prekidajte se. Odmah idemo minuta. Molim vas prekidajte se. Që ndëruar si përshini milicia nuk po në lejon të kryma ne dhe të tyrën tonë prej gazetari. Nalazim se ovdje u redakciji imali ili nema, kažete? Si e vlerësoni angazhimin e banorëve të këtyre 3 fshatrave në ndërtimin e këtij objekti të ri shkollor? Fal angazhimit të gjithë fshatarëve. Inventarin e kësaj shkolle e kemi sjell ndaj Slovenia. Mysafir i parë i emisionit tonë të parë është njeri i parë i Republikës së Kosovës, presidenti Dr. Ibrahim Rugova. Ne kemi përcaktimin tonë në bazë të referendumit për një Kosovë të pavarur dhe neutrale. Shqiptarët e nderuar, ju përshëndesim nga Prishtina. Misioni që do të nisim në vijim po realizojmë në lokalet e presidencës së Republikës së Kosovës, ku si pjesëmarrës të turizmit sonë kemi ftuar përfaqësuesit e partive politike të Kosovës. I përshëndes shikuesit e televizionit shqiptar. Emisioni është i qelluar. Dëshiroj që edhe më shpesh të na ndjeni kështu, ta merrni mendimin tonë. Do se në kushte tepër të vështira kemi arritur që të mbijetojmë. Mbushën 7 vjet mësimore që nxënësve dhe studentëve shqiptarë të Kosovës, regjimi serb në vonë u uzurpoi objekte të tyre shkollore e universitare. Pritet një shërbëzim i zgjedhur i popullatës kosovare me kërkesat e drejtave të studentëve. Kjo është vërtetë edhe gjatë fazës së parë të dytë të iniciativës sonë. Si është parashikuar organizimi i këtij sistemi gjatë organizimit të proceseve studentore? Qëndrimi i tërheqjes zhvillohet në 2 drejtim. Është një komunë i brendshëm dhe i jashtëm. Nisma dhe vendosmëria e studentëve në shtetin, plotësisht nga simbolet e universitetit. Sërish Drenica, Drenica e sakrificave për lirinë e Kosovës. Në prekaz të poshtëm, në kullën e Shaban Jasharit dhe te ky tron Gimoçën në Likoshan, nisi tregimi sa i dhemshur aq heroik për Drenicën. Pas Drenicës, forcat serbe sulmuan edhe fshatrat e rajonit të rrafshit të Dukaxhinit. Fillimisht këtu në shënjestër ishte Glogjani, i njohur si fshat i rezistencës dhe qendresës shqiptare,
i cili u sulmua me 24 mars të këtij viti, ku u ranë dëshmorë Him Haradinaj dhe Agron e Gazmend Mehmetaj. Nga rrëthinat e Deçanit na paraqitet gazetari ynë Nuhi Bityçi. Terrori shtetëror serb në Kosovë po shkaktohet gjithë më shumë. Kështu sot rrethorës 13:20 minuta në udhëtimin Prilep Drenos në afërsitë të shkollës së shtatit Prilep, nga snajperistët serb u vra Bilal Idris Mazrekaj, 26 vjeçar nga Drenosi Deçanit. Nga rrethinat e Deçanit paraqitet gazetari Nuhi Bityçi. Ka pasur granatime të fuqishme nga armët e rënda në fshatin Baballaq të kësaj komune, ndërsa sot në vendin e quajtur Podi i Gështenjave në Deçan u stacionuan forcat e reja ushtarake. Që nga data 9 maj 1998, fshati Negros, Vuçak, Gjergjic, Orllat dhe fshatat tjera përreth që gravitojnë janë të çliruara plotësisht dhe kontrollohen tërësisht nga forcat tona shkrimtare. Të bashkuar rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila diti dhe mujti brenda një kohë të shkurt të krijon një territor të gjerë të lirë, do të dijë të mbron dhe të krijon hapësira të reja të lira deri në shënim të plotë. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Se do të luftoj. Për shtirimin e tokave të pushtura të Shqipërisë. Ftoj vëllezërit e mi, kudo që janë, që të ndihmojnë luftën tonë të shenjtë me gjitha format. Jam ushtarak i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me fillimin e luftës në territorin e Republikës Kosovës, jam kthyer nga perëndimi dhe më kyç në vallë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ta kryej atë borxh që e kam si shqiptar dhe qytetar i Kosovës ndaj kësaj toke dhe ndaj këtij populli. Shumë të tillë, ka informacion vlerësoni ju gjendjen më lëshev dhe ndisë të tjera që i keni diskutuar. We could see houses which obviously have been destroyed. Are obviously now have been destroyed. Me kamerën tonë regjistruam gjurmë të dhunës dhe të terrorit shtetëror serb në fshatin Gojjan, Irzniq dhe në fshatet tjera të komunës së Deçanit. Sot i faton si është gjendja në këto rajone? Ka deme materiale, cilat anëmiku i ka bërë të gjitha territoret janë në dorë tona dhe kontrollohen për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në Lëmbardh janë strehuar një numër i madh i qytetarëve të këtyre fshatrave. Po shumica e popullatës e cila është shpërber prej zonave që është përfshirë me luftë, janë përfaqësisht koncentruar në fshatin Lëmbardh dhe në fshatra të tjera përreth. Pas ofensivës një muajshe të ushtrisë serbe në 16 komuna të Kosovës, ushtria shqiptare e Kosovës është dëpsuar në planin operativ dhe në planin përgjithshëm. Ushtria shqiptare e Kosovës në planin operativ nuk është dëpsuar, por një ashtu dhe në planin përgjithshëm.
ajo gjithnjë më tej forcohet, si edhe aftësohet gjatë këtyre ofensivave. Këto ishte ambulanta e organizatës bamirëse Nana Terez, një po forcat poshtuse nuk e kursyn edhe ambulantën. Sa herë vizitoni këtë? Po ne kërkojmë që të jemi sa më afër pacientëve, sa më afër fëmijëve. Po pas 8 muajve ne këtym në shtëpia tona, jenë pak të emocionuar, po truja tona nuk do t'i çojmë kurrë deri ta fitojmë lirin. Armiku ka shkatru çdo gjë, po na apet do të përpiqem me ndërtu në jetu këtë. Kosovë të shumë. Allah, Allah. Allah, Allah. Brigada 111 e ushtrisë çlimtare të Kosovës është brigada super speciale komando, është brigada sulmuese e cila vepron në të gjitha pjesët e Kosovës. What is this? Press? No, this is their Çlimtare e Kosovës, si tërësi e forcat armatosore të Kosovës, në nullheqjen e shtabit të përgjithshëm të saj, gjatë tërë këtij viti zhvilloi luftime të pa kompromis kundër pushtuesit serb. Pari herë në historinë tonë kemi një ushtri që ka lind nga populli, që e përkrah populli, që po sakrifikohet populli bashkë me te. Dashur ushtar dhe e pror, gëzuar festën e flamurit. Gati tu! Për flamur! Gjastas! Do! Ulmoret e historisë sonë kombëtare. I përshëndes të gjithë nxënësit e shkollës mesme Gjergj Doda të Prishtinës. Më gëzoj fakti se nga kjo fletushk shoh se jo vetëm në shtresat e rinisë e pjekur kosovare, as në rinisë studentore, por edhe në shtresat e rinisë, sidomos të maturantëve, dhe nxënësve tjerë të shkollës mesme, vlon në shpirtin e tyre, a dhe dashuria, posaçërisht e përshëndes Arianitin, së bashku me shillin redaktues të kësaj gazete. Porosia ime është që këta mos ndalen, dhe veprojnë. Më duket një pjesë e Balishevës. Tash 5 muaj në Balishevë nuk jeton as një banor i saj, as një shqiptar. Këtu qëndrojnë me dhonë vetëm policët serb dhe nuk lejojnë kthimin e banorëve të saj në shtëpitë e tyre. Ka pas gjujtje shumë sa tani ka jetë? Ka pas. Ka plagosur në diçka. Një plagosur. Ku është? Po që me vete jena se 2 orë të ecë. Ku e një plagosur? Një plagosur dhe? 4 vend. Jo kanë dhënë ndihmën e parë? Në haunë 40 jemi të ka pas gjujtje sot nga forcat serbe nga Pashtit? Ka pas shumë. Ka lëndum, a dini kemi shumë ata? Ka të shumë të lëndum. Zoti komandant, forcat tona janë gjendje gatishmërie për t'i mbrojtur pozicionet. Forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës sa kanë arritur që të kundërvihen me sukses forcat serbe. Forcat tona në fillim për shkaqe taktike kanë bërë tërheqjen prej 3 pozicioneve, për shkaqe arsye që të ndihmoj popullatën edhe të tërhiqet. Juroj suksesin tanë. Faleminderit.
Në mesin e ushtarëve të batalionit Sadik Shala, takuam edhe 2 përfaqësues të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotrin Recep Selimin, si dhe zotin Fatmir Limaj. Ushtria shqiptare e Kosovës, si dhe shtabi i përgjithshëm i saj, çdo herë janë në nivel të detyrës ushtarake. Ne aty jemi orë në emër të shtabit përgjithshëm. Ushtrisë shqiptare e Kosovës. Të ngushtoj u dhe vetëm për shokët e rarë që në kanë ndërë gjatë këtij viti. Me Kudzien dhe luftë kundër armi. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që viti që e lanë është vetëm fillimi i luftës sot. Ju flet Kosova e lirë. Paranisjes së delegacionit të Kosovës për në Paris, për teleshikuesit e televizionit shqiptar, bisedojmë me kryesuesin e këtij delegacioni, zotin Hashim Thaçi. Qëndrimi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ligjënore të Kosovës do të jetë qëndrim i opinioneve të realizuara në Kosovë. Cili është qëndrimi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ligjënore të Kosovës rreth motive që janë krijuar në opinion rreth udhëheqjes së UÇK-s? Vazhdon të jetë unik. I do not see a future for KLA in uniform. Edhe ne ndim vetën sigurt me prezencën e NATO-s. Edhe ne duhet të jemi si Austria ta kemi ushtrinë tonë. Kemi marrë armët për çlirimin dhe Kosovën e pavarur. Po përsëris, ky popull duhet ta ketë ushtrinë e vet. Si një drejtë e jone natyrshme. Shikues të nderuar, tani është ora 24, ku në pikën kufitare të Morinës, prej orës 8 mëngjesit deri në kohë kanë kaluar më se 12.500 shqiptar, të cilët edhe sot janë dëbuar me dhonë nga shtëpitë e tyre. UÇK! 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 Gjitha rregullat dhe predispozitat që i parasheh Fondi Vendlinja 3, i cili është organizuar në tërë botën. Ne jemi shumë të kënaqur. Shpresojmë që grumbullimi i mjeteve do jetë edhe më i madh në të ardhmen. Cilat janë qëndrimet e qeverisë shqiptare? Qeveria shqiptare konsideron se më së fundi sulmet e NATO-s po japin efektin e tyre. Është një luftë heroike e mbështetur në traditën e luftës së popullit tonë në shekuj. Zoti Qeku, çka nënkupton marrëveshja lidhur me transformimin dhe demilitarizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Ushtria shqiptare e Kosovës ka respektuar dhe prapë respekton çdo vendim politik që merret nga qeveria e përkohshme e Kosovës. Është ndikuar edhe qashia gjatë në Pej, e cila tani është shkatruar tërësisht nga forcat serbe.
drejt me fatin e popullatës që ishte shtrohuar në këto mole. Citojmë, të ushtarëve të brigadës 123, ju ai komandant Qeliku. Zoti komandant, si është situata në këtë zonë dhe apo respektohet marrëveshja para pushim? Po, situata njerë është sa me qetë relative. Pas shumë peripecive, ekipi Radio Televizionit të Kosovës është ekipi i parë shqiptar që arriti në fshatin Slupçan të Kumanovës, i cili është fshati më rrezikuar në komunën e Likovës. Kameramani ynë Gazmen Elshani arriti të regjistrojë pamje tronditëse që pasqyron gjendjen të mjerueshme të popullatës civile, e cila prej 3 majet po qëndron në podrume. Kemi me rujt vatanin ton, me fëmijë me ketë kemi me djek, podrum kemi me djekan. S'ka me dal venin me shtu asnjë. Fatmir Limaj, ju lutem ngrihuni. Dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e aktakuzës. Isak Musliu, ju lutem ngrihuni. Dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e aktakuzës. Si dëgjuat nga kryesuesi i trupit gjykues zoti Kevin Parker, Fatmir Limaj dhe Isak Musliu u shpallën jo fajtor të pafajshëm dhe do të lirohen sipas procedurës sa më shpejt nga burgu i Sheveringenit. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe bashkëdhënëtari i tij Idris Bale janë shpallur të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. Dhoma ju shpall, zoti Haradinaj, të pafajshëm. Sa është bërë rezistencë e suksesshme? Humbje të mëdha ka pas. Çka thoshte ai atë? Po, me kujtohen takimet kur ka pas me shokët. Kjo që ka arë, sot është mërit do të thotë ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Herën e parë, trupin e luajt e qeveria direktor. Por edhe këtu ishim të rrezikuar prej vijes që gjujnte prej atje. Pikërisht në këtë vend, në Glogjan të Deçanit, me 24 mars të vitit 1998, filloi aksioni i parë i ushtrisë shkrimtare të Kosovës kundër forcave pushtuese serbe. I hetova që në policia ndërkohë me thënë reagova që nuk ndalëm. Pjesëtarët e brigadës 138 të ushtrisë shkrimtare të Kosovës sa kanë qenë përgatitur për sulmin e 9 prillit. Mu arrit një fitore sikur si ishte kjo e Kosharës, ka qenë e nevojshme që të kryhen përgatitjet e mëdha. I përshëndes gjitha familjet e dëshmorëve, do të thënë që amaneti tyre sot për pak minuta do të realizohet. Ndoshta do të them ma fatlumë ne që jemi gjallë dhe që po e finalizojmë këtë punë që është bërë. Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga salla e Kryeqësisë së Kuvendit të Kosovës, ku pas pak çaste do të fillojë mbledhja e jashtëzakonshme e Kryeqësisë së Kuvendit. Në këtë mbledhje pritet të shqyrtohet kërkesa për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për pavjen e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Në pikë të parë të ranit të ditës kemi deklaratën e pavarësisë. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, që zgjidhëm në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.